Për ta bërë të qartë edhe për publikun dhe gjithë banorët e Sarandës, Finiqit, Delvinës, praktikisht gjithë zonës prekur nga vërshimet e Bistricës. Gjendemi në kanalin e Çukës, në pritën më të madhe, argjinaturën më të madhe të Bistricës, ku gjatë vërshimeve të ditëve të fundit patëm në 4 pika praktikisht një shëmbje të konsiderueshme. Është një përpjekje përbashkët deri diku civilo-ushtarake, sepse kemi dhe mjete xheniere që janë të angazhuara, qoftë edhe për ekspertizën që kanë aksesin e zonave ku ka dëmtime, prita shkëmore apo argjinaturash, qoftë edhe në mbështetje të bashkisë siç u bë dhe kërkesa pranë emergjencave civile. Kryetar, është padyshim e nevojshme që faza tjetër të jetë ajo faza e rehabilitimit tërësor, jo vetëm për nevoja emergjente, sikundër në mbar bashkinë praktikisht rritje e kapaciteteve për sa i përket infrastrukturës parandaluese të emergjencave, siç quhet dhe në terma teknik. Tashmë është ditë e 5 që ne po vijojmë pa ndërprerje. Besoj për pak ditë stabilizohet të themi gjendja emergjente dhe mendojmë që ne do vazhdojmë përgjatë gjithë argjinaturës, jo vetëm këtu, po deri tek Ure Gajdari. Do nxjerrim nivelin dhe e mira është që ta përforcojmë gjithë argjinaturën, sepse me çfarë kuptoj unë, këto do jenë rreshje të vazhdueshme dhe le të themi edhe vitet që vijnë do kemi po tinta situata, kështu që e mira është të dalim para kësaj. Është konsensusi tashmë edhe në kuvende dhe besoj se jemi në kushte optimale për të pasur buxhetin më të lartë të emergjencave në këtë këndvështrim.